Ministri i Drejtësisë Besford Lamallari është drejtuar Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë me një kërkesë zyrtare për fillimin e hetimit disiplinor ndaj gjyqtares së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Korçë Eglandina Mikani për shkelje të rënda procedurale në trajtimin e një çështje penale ndaj një personi të akuzuar për veprën ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit kryer në bashkëpunim. Sipas dokumentacionit të përcjellë nga Ministria e Drejtësisë, vendimi penal është shpallur me 14 dhjetor 2022, ndërsa vendimi i arsyetuar dhe dosja përkatëse janë depozituar në Sekretarinë Gjyqësore vetëm me 7 mars 2024, pra me një vonesë për 14 muajsh e 24 ditësh, në kundërshtim flagrant me afatet e përcaktuara në Kodin e Procedurës Penale. Ministri Lamallari vlerëson se kjo vonesë pa justifikuar ka prodhuar pasoja konkrete juridike, pasi vendimi ka marrë formë të prerë në 20 maj 2024, duke i hequr të pandehurit mundësinë për të përfituar nga amnistia e parashikuar në ligjin nr. 33/2024. Në kërkesën e drejtuar Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, argumentohet se veprimet e gjyqtares vjen ndesh me parashikimet e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe dispozitat përkatëse të Kodit të Procedurës Penale, të cilat detyrojnë gjyqtarët të shpallin dhe arsyetojnë vendime gjyqësore brenda afateve ligjore, pa përjashtime dhe pa vonesa të pajustifikueshme. Ky është rasti i dytë që nga marrja e detyrës në të cilën Ministri i Drejtësisë Besford Lamallari i drejtohet Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për hetim disiplinor ndaj një gjyqtari për shkelje procedurale që cënojnë të drejtat e qytetarëve dhe besimin e publikut tek drejtësia. Kujtojmë që në muajin dhjetor Ministri Lamallari i kërkoi Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë hetim disiplinor për gjyqtarin e Lezhës Ilir Përdeta, i cili gjithashtu për një vit nuk e zbarti vendimin e dhënë prej tij.